Shërimi I të paralizuarit. Mbas do kohë ishte festa e judejnëve dhe Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Në Jeruzalem te dera e Lëndëve është një ndërtesë banie që hebraisht quhej Batsata. Ajo ka 5 treme. Nën të rrinin ratë shumë të smur, të verbët, të qelë dhe të marrë gjymtyrësh. Aty ishte një njeri që ishte I semur tash 30 vite e 38 vite. Jezusi kur e pa ashtu ratë e kur e mori vesh se është për të kohë të gjatë në atë gjendje I tha: "A dëshironi të shërohesh?" Zotëri u përgjigji I semuri: "Nuk kam njeri që kur të tundet ujë të më shterë në banjë e derisa unë ulem një tjetër zbret para meje." "Çau," I tha Jezusi, "merë shtrojën tënde dhe ec." Ai njeri u shëndosh për një herë, mori shtrojcën e vet dhe ecte. Ajo ditë ishte e shtunë, prandaj judejt I thoshin të shëruarit: "Është e shtunë, nuk ke leje të mbarësh shtratin tënd." Ai u përgjigji: "Ai që më shëroi më tha: merr shtrojën tënde dhe ec." Ata e pyetën: "Kush është ai njeri që ta tha: merre dhe ec?" Por I shëruari nuk e dinte kush është, sepse Jezusi u zhduk në popull që gjendej aty. Më vonë Jezusi e gjeti në tempull dhe I tha: "Ja u shërove, mos më katëno më, që të mos të gjej ndonjë zezë më e madhe." Ai njeri shkoi te judejt dhe u tha se Jezusi është ai që e shëroi. Prandaj judejt e zunë ta sulmojnë Jezusin sepse bënte vepra të tilla në të shtunë. Jezusi u përgjigji: Im atë vepron gjithmonë edhe unë veproj." Për këtë arsye judejt kërkonin edhe më tepër ta vrisnin Jezusin, pse jo vetëm se e prishte të shtunën, por edhe hyn e quante Ati që vetin duke e barazuar vetë me hyn. Pushteti I birit. Atëherë Jezusi u tha: Për një mend po ju them, biri s'mund të bëj asgjë prej vetvetes, përveç çka sheh se bën Ati. Çka bën ai, po atë gjë e bën edhe biri, sepse Ati e do birin dhe I zbulon gjithçka bën ai. Do t'i zbuloj edhe veprat më të mëdha se këto, që të mbeteni të habitur. Dhe sikurse ai I ngjall të vdekurit e I bën të jetoj, ashtu edhe biri I bën të jetoj ata që do. Ati në të vërtet nuk gjykon askënd, pse krejt gjykimi la në dorë të birit, që të gjithë ta nderojnë birin sikurse e nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk e nderon as Atin që e dërgoi. Për një mend po ju them, kush e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më dërgoi, ka jetën e pasosur dhe ai nuk del në gjyq, por tash më kaloi prej vdekjes në jetë. Për një mend po ju them, po vjen koha, tani është, kur të vdekurit do ta dëgjojnë zërin e birit të hyjit, dhe ata që ta dëgjojnë do të jetojnë. Dhe sikurse Ati e ka jetën në vetvete, po ashtu I dha zotërisë dhe birit ta ketë jetën në vetvete. Ati I ia dha edhe pushtetin të gjykojë, sepse është biri I njeriut. E mos u çuditni, po vjen koha kur të gjithë ata që pushojnë në varre
do të dëgjojnë zërin e tij dhe do të dalin nga ata që bëjnë mirë, do të ngjallen për të jetuar, ata që bëjnë keq do të ngjallen për të dënuar. Dëshmi e Jezusit. Unë asgjë s'mund të bëj prej vetvetes, si dëgjoj ashtu gjykoj. Dhe gjykimi im është i drejtë, sepse nuk kërkoj vullnetin tim, por vullnetin e Atij që më dërgoi. Nëse unë veti bëj dëshmi vetvetes, dëshmia ime nuk është e vërtetë. Është një tjetër që bën dëshmi për mua. Edhe unë di, dëshmia e tij që e bën për mua është e vërtetë. Ju dërguat disa njerëz të gjoni dhe gjoni e dëshmoj të vërtetën. Unë nuk kam nevojë për dëshmi të njeriut, por ua përmend këtë që ju të shëlboheni. Gjoni ishte dritë që digjej e ndriçonte, por juve ju pëlqeu të kënaqeni në dritë, vetëm për një çast. Por unë kam një dëshmi më të madhe se atë të gjonit, veprat që Ati mi besoi për ti kryer këtu që unë kryej, dëshmojnë për mua se me dërgoi Ati, edhe ai që me dërgoi Ati vet, ai dëshmoi për mua. Ju kur se dëgjuat zërin e tij, kur se pat fytyrën e tij, as fjala e tij nuk banon në ju, sepse nuk i besoni atij që ai e dërgoi. Ju i shqortoni shkrimin, sepse mendoni me anë të tyre të keni jetën e pasosur dhe ato pra dëshmojnë për mua, e ju prap se prap nuk doni të vini tek unë, që ta keni jetën. Nuk kërkoj lavdi prej njerëzve, po ju koha deri në palc, nuk e keni në të vetë dashurinë e hyjt. Unë erdha në emër të Atit tim e ju nuk me pranoni, po erdhi ndonjë tjetër në emër të vet, atë do ta pranoni. Po si mund të besoni ju që kërkoni lavdi prej njëri tjetrit, e nuk e kërkoni lavdin që vjen prej një hyj të vetëm. Mos t'ju shkoj në mend se do t'ju padis tek Ati. Paditësi juaj është Mojsiu, në të cilën shpresoni. Për të vërtet, po ti besosh i Mojsiut, do të më besoni edhe mua, sepse ai për mua shkroi, por nëse nuk u besoni shkrimeve të tia, si do t'ua besoni fjalëve të mia.